Deputetja e njohur e komunitetit bosnjak në Kosovë, Duda Balje, ka tërhequr sërish vëmendje në rrjetet sociale gjatë muajit të Ramazanit. Ajo ka publikuar një fotografi ku shfaqet e mbuluar me shami, duke treguar hapur për kushtimin e saj ndaj praktikave fetare gjatë kësaj periudhe të shenjtë për besimtarët musliman. Balje nuk e ka fshehur asnjëherë faktin se agjeron gjatë Ramazanit, përkundrazi, ajo ka folur shpesh për rëndësinë shpirtërore që ky muaj ka për të, ndërsa mbulimi me shami është bërë tashmë një veprim që ajo e përsërit në këtë periudhë të vitit. Është edhe këtë herë, paraqitja e saj e mbuluar është komentuar gjerësisht, por nuk përbën njërisi, pasi ish deputetja e ka bërë të njëjtën gjë edhe në vitet e kaluara. Publikimi i fotografisë është pritur me reagime të ndryshme nga ndjekësit e saj, ndërsa shumë prej tyre kanë përshëndetur vendimin e saj për të respektuar traditat fetare gjatë Ramazanit. Por kush është Duda Balje? Ajo është një nga figurat më të njohura politike që përfaqëson komunitetin bosnjak në Kosovë. Balje ka qenë deputete në Kuvendin e Kosovës dhe njëkohësisht kryetare e partisë Unioni Social-Demokrat, SDU. Në aktivitetin e saj politik ajo është angazhuar kryesisht për çështjet që lidhen me të drejtat dhe përfaqësimin e komunitetit bosnjak, duke qenë një zë i rëndësishëm në debatet politike në vend. Përveç jetës politike, Balje është shpesh në vëmendje edhe për deklaratat publike apo paraqitjet e saj në media dhe rrjetet sociale, ku ndan momente nga jeta personale apo bindjet e saj. Shfaqja e saj e fundit e mbuluar gjatë Ramazanit konfirmon edhe një herë se për deputeten, kjo periudhë nuk është vetëm traditë, por një praktikë personale që ajo zgjedh të respektojë çdo vit.